të përgjithshëm amerikan dhe e përkrah plotësisht shtetin çivot që të njohim ideologët dhe veprat e tyre. Domthonë tash edhe pak më detajisht për të njoft këtë ringjallje ungjëllore. Normalisht sikur se secili shtet, edhe Amerika ka atë librin informativ shtetit vet ose libri që të njofton me Amerikën. Edhe e ka titull Amerika sot. Që ky libër ndahet për shembull çdo atashe kulturore amerikane që kanë në botë. Kur shkosh domethënë atje do në ditë Amerikan e merr këtë libër në lexon. Në këtë libër shkruan se populli amerikan nuk është ashtu sikur se mendojnë disa njerëz popull jo fetar. Ata janë popull fetar. Fillim. Nuk është popull fetar. Përgjithësi ata janë popull fetar. Kjo është fillim domethënë të lajmërimit ose të informimit për Amerikën. Normalisht tek ata mjaft është njëri të jetë antar në ato kishat e veta, se ku nuk janë kish. Mjafton me thonë që janë besimtarë, se nuk vepron sipas parimeve të besimit. Çfarë është feja e tyre, tash na s'kena faj, mirë po kjo zihet ata fetarizëm. Statistikat tregojnë se shteti krishter më fetar në botë është Irlanda, mas Irlandës vjen Amerika. Sipas statistikave domethënë botnore. Andaj Instituti Gallup për statistikë tregon se më shumë se 94% prej banorëve të Amerikës besojnë në Zotin sipas besimit të tyre dhe se 71% prej banorëve të Amerikës besojnë në ringjallje, normalisht sipas akidës së Injilit. Këto janë statistika të vjetra, tash për shembull ka mujt me ndryshuar diçka. Mirpo apet kanë favor të u ka shtu përqindjen, jo të paksimit. Pse? Se një element afton më një kohë kur u dhanë domethënë evropianët mas lirisë absolute. Liria domethënë në seks, liria në përdorimin e drogës, liria fillon të shkatërrohet shoqëria. Andaj shkollat e mesme edhe sot për shembull se nallë që lexon statistikat gjen se shkollat e mesme 1% e madhe vajzave janë të kanë me shallzane, shkollat mesme. 1% e dërmues të tyre janë të varur prej drogave. E mos flasim domethënë për përdhunimet edhe vrasjet që ndodhin. E tash që kjo element domthon i keq negativ i ka detyruar dhe amerikanët edhe më tepër të kthehen në fesë. Se kanë pa, për shembull se shitmos ajo shoqëria mormonët që jetojnë domthon ato krajinat e veta kanë treguar shembull pozitiv se feja e mbron njerin, moralin e njerit e mbron domthon familjen. Edhe kur kanë pasë feja ka mundësi me ndiku pozitivisht për me i anulu këta anomali, ta dukuri negative, ata edhe më tepër janë të kthi fest. Tham që kanë statistikat vjetra, mirë po tani më mërmendë që janë 100%. SBA gjatë vitit 1970 ka arritur në 131 milion antar kisha ka pas. Kurse në 80-at është rritur në 135 milion, afshef, domthonë 20 milion në kusur. Për 2 vit, 1982-shën ka kërcyer në 139 milion e 600 mijë antar. Fatisht ka qenë rritje sipër, afshef. Shkaku kryesor për rritjen e këtij numrit është se ki dukuri që e tregova pak më parë. Mirë, sa parë harxojnë këta njerëz për kishën? Sa kontribuojnë këta me pasurinë e tyre për kishën? Kur ti marrim vesh ta cifra, kena me pa që marrë për ne si musliman që pretendojnë se janë antar të fesë së zgjedhur të Allahut, edhe njerëz të cilët i besojnë marrëveshjes tregtare me Allahun, e jep jetën për të fituar xhenetin, mas paktën dynjë sakrifikojnë për këtë dinë. Ata që janë batil në kot, sakrifikojnë shumë më shumë se na. Shumë më shumë se na. Sipas statistikave që kemi në vitin 1982, edhe pse kjo konsiderohet statistikë e vjetër, mirë po ata shpenzojnë 60.000 milion dollar, 60.000 milion dollar, kurse libri në fjalë Amerika sot që e përmendëm, tregon domethënë gjysmën e kësaj cifre. Mirë po sidoqoftë, qoftë 60.000 milion, qoftë 30.000 milion, kjo është një cifër shumë e madhe që japin ata për kish. Kanë pratë, çka ka thënë, këto janë cifrat mëdha, gjigante, astronomike. Çka dush mundesh me bëj me këta cifra? Ku dush mundesh me deportu? Ne përmendëm aftën se vetëm se për me krishterizuar, Somalin kanë dhënë për 180 miliardë, domethënë dollar. Harparat mëdha të hatashme janë këta. Kurse revista botnore për studim të misionarizmit ka publikuar se në vitin 1979 lëmoshat që janë dhënë për kish për qëllimet e misionarizmit kanë arritur në 151 milion dollar, domethënë në Amerikë edhe në vendet tjera.
Kurse kjo cifër në vitin 1990 është ngritur në 180 miliard dollar. Domthon që janë cifra, edhe një herë tham, buxhete shtetënore nuk kanë që kash cifrat mëdha. Jo buxhete shtetënore, çfarë buxhete shtetënore, ato s'ka mundsi në kontinent më arrit këtë cifër, domethën buxheti i tyre. Pa të mëdha i japin ata për ta shti njerëzimin në xhenem. Në anë tjetër, sa harxojnë muslimanët për të futur njerëzin në xhenet? Pjesën më të vogël. Pjesa e popujve që mas pak të harxhon për besimin e vet, për fat keq janë muslimanët sot. Edhe pastaj presin fitore. Me çka? Me çka duke ndetë ngrohtë para koftorit edhe para gruas edhe vladëve to, pa bë kur një hap për ta ndihmuar dinin e Allahut, pa dhënë kur një dinar për ta ngrit fjalën e Allahut, vallahi, kështu s'ka mundsi mu ngrit përballë këtyre cifrave astronomike që shpenzojnë të tjerët për të pengu fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, ata nuk ndalen vetëm me këtë, kanë universitete dhe kanë shkolla. Kanë universitete, shkolla, institutet të ndryshme, edhe jo një edhe dy. Për këtë shkak mos mendojmë se ringjalla krishtere i ngjan kësaj ringjallës tonë ku jo që s'kemi në fakultetet e universitetet tona, pas në revistë nuk e kemi bilan. As një gazet, e mos folim për radiostacion ose televizor, ku ti kemi prezentuar musliman me program fetar. Unë po ta tregu një herë më parë se në programet satelitor që janë arabe, nuk ka satelit që është 100% fetar. Janë domosdoshmë të shteteve të ndryshme dhe kanë ndoshta një orë, maksimalisht 2 orë program fetar. A unë i kam pa 2 ose 3 stacione satelitore që thrasin krishterizëm gjuhën arabe, vetëm për krishterizëm flasin. Kjo është e dallimi i madh që kemi mes neve dhe të krishterëve. Ata posëdojnë kisha, udhëheqin me qindra shkolla, universitete dhe institute Amerikë. Në vitin 1981-82, numri i instituteve të arsimit të lartë ka arritur në 1948 institute. Arsim të lartë. Vallë, sa ka mundësi tani me konë? Nëse, do më të kanë qenë tash pas 18 viteve, minimum 2 fish, me konë 3.000 e kusur. Se për këtë shkollave, në vitin 1954 kishin 123 shkolla. Kurse në vitin 1980 numri të arritje në 18.000 shkolla. Për 123 shkolla në 18.000 shkolla. Nuk është gjë e re nëse themi se universitetet kryesore dhe më të mëdha në Amerikë, siç janë Harvard, Georgetowni, Denveri, Bostoni, këto janë në bazë fetare protestante. Në sens. Si rezime mund të themi se fundamentalistët evangelistë në Amerikë kanë më shumë se 20.000 shkolla, institute, fakultete dhe me miliona nxënës, të cilët e mësojnë Tevratin dhe të gjithë i besojnë këtij besimi teoretik që e përmendëm në fillim atë citatit e parë të Nuhit alayhis salam. Në këtë ka bërë hyjnë edhe shumë kryetarë dhe shumë priftërinj. Për argumente me të cilat vërtetohet se Amerika është fetare, është fakti se para Bushit, 2 kryetarë kanë qenë nga radhët e fetarë dhe konservativ, Carteri dhe Reagani. Carteri ishte i përpik në kishën evangeliste, kurse deri më sot ai ka mbetur misionar, duke udhëtuar mes Afganistanit, Sudanit dhe vendeve tjera dhe duke mbrojtur misionarizmin dhe duke luajtur rol misionar thret në krishterizëm. Luan rolin e priftit. Kurse kryetari që erdhi pas tij Reagani përmendën në përpara saj në atë kampanjën e tij parasgjedhore, më tepër se 11 herë ka përmendur se i beson domethënë citatet e Tevratit edhe mendon se koha e Hermexhdunit është domethënë në këtë gjenerat ose kjo gjenerat kanë përjetu Hermexhdunin. Edhe një fakt ndihmon për të përforcuar konkludën se Amerika është shtet fetar. Statistika tregon se librat më të shitura janë librat fetare në Amerikë. Kështu që në vitin 1984, 1/3 e tregut të librit ka qenë treg i librit fetar. Kanë kushtuar $1 miliard, kurse i kanë blerë këto libra 37 milion blerës. Domthonë ka pas faktikisht një forcë të madhe gjigante interes libri fetar, o kon libri më i shitur, libri fetar, edhe domthonë ka kushtuar një shumë të madhe të parave. Të dalim të mediumi fetar.
Arin ata në për xhamia vetëm e bëjnë davet apo shfrytëzojnë edhe shumë elemente tjera të cilët për fat keq musliman nuk janë duke shfrytëzuar. Ajo që të habit edhe më tepër është ndikimi i fesë në mediumin amerikan. Nuk është sikur të ne që s'ka të mëkuni fat kriteriumi edhe feja kësë ne gjenë në medium.